Gjergj, të përshëndes, si paraqitet situata ditën e sotme, ka kaluar rreziku për këtë argjinatur, nëse mund të themi nuk ka më rrezik për përmbytje? Për momentin, argjinatura është riparuar sërish, rreth orës 3 të mëngjesit e ditës së sotme pas 15 orësh ndërhyrje, dhe mund të themi që momentalisht rreziku është evituar sa i përket hyrjes ujrave të lagunës në kanalet kulluese, por që sigurisht përmbahet monitorim pasi të qenë një argjinaturë ndërtuar kryesisht me dhera dhe rërë, e të gjithmonë që të jetë një rrezik i vazhdueshëm, në fakt me prurjet që krijon edhe vetë laguna. Në fakt, ditë pas riparimit të pjesës së parë të argjinaturës, ajo u riqa sërish ditën e djeshme thuajse në tjetër vend me një distancë më të vogël, sigurisht dhe për këtë arsye ishin forcat e ushtrisë, por edhe mjetet e shumta të privatit, por edhe të bashkisë lehtëse ndërhyjnë për të vënë në kontroll dhe për të penguar deprimimin e mëtejshëm. Fatmirësisht, si pasojë e prurjeve që solli Laguna Vajinit, nuk pati përmbytje, por pati vetëm pengim të evadimit të ujrave, pra një ngadalësim të evadimit të ujrave në zonat që kanë prezencë të ujit në toka bujqësore për shkak të përmbytjeve që u nisin vitit më parë. Por ndërkohë ajo që vjen re në fakt është edhe fakti se kjo argjinaturë vazhdon të mbetet një kërcënim, sepse është e nevojshme pikërisht ajo të shihet të gjithë gjatësinë e saj në mënyrë ku ka tokë depresive, e cila mund të krijojë të tjera qarje dhe si persone. Ndërkohë, duhet të thënë që ka në argjinaturës vendit më parë në fakt ka nisur edhe një hetim që lidhet kryesisht me hapjen e kanalit që lidh lagunën me detin, ishte pikërisht kanali natyral i kullimit të lagunës, apo i lidhjes së lagunës me detin, e cila në fakt duket se bllokimi i saj dhe mësapet në kohë ishte edhe një nga arsyet që mendohet se u solli rritjen e nivelit të ujrave në lagunë më pas edhe shpërthimin e argjinaturës. Këto hetime sigurisht po vijojnë për të analizuar se kush ishte shkaku i qarjes së argjinaturës, një vendim që është marrë vendim të policisë nesër prej 23 nëntorit të këtij viti, ndërkohë tashmë në fakt në zonë ndodhen prapë mjete të kullimit, por edhe të bashkisë se po vijojnë për të mbajtur në monitorim pikërisht këtë pjesë e lagunës ku edhe pati në rrëshqitje të dheu që më pas shojnë qarjen e argjinaturës në mënyrë për ta parë edhe në zonat të tjera ku mund të ketë rrezik të mundshëm në mënyrë që të hidhen inerte por edhe guar që më pas do të pengonin vërhimin e mëtejshëm të ujrave dhe për të shmangur një rrezik tjetër pikërisht në këtë zonë. Duket se 15 orët e fundit kanë dhënë edhe një vlerësim të situatës për shkak se në disa pjesë të saj argjinatura është sigurisht e rrezikshme, ashtu siç e thash edhe më parë, për shkak se kjo argjinaturë është ndërtuar kryesisht me rërë dhe edhe në zonën që u gjen pak hapësirë, krijon një pjesë shumë të madhe për rrëshqitjen e saj, por edhe për qarjen e mundshme të kësaj argjinaturës, ndaj dhe sigurisht do të vendoset se cilat do të jenë ndërhyrje të tjera të mëvonshme, pikërisht për të riparuar vendet ku janë më problematike, apo edhe për të parë se cilat do të jenë hyrjet e mëtejshme që janë të nevojshme të kryen. Duhet të theksuar që në fakt laguna ndërben edhe si pjesë e largimit të ujrave të kanaleve të ujrave të larta që kumullohen në njësitë e Zajmenit, Kolçit dhe Shënkollit që përmes hidroporit rifuten në lagunë dhe prej aty më pas largohen në detin. Fakti që argjinatura vendet pamundur ose të nëmirëzite jashtë funksionit hidrovorin, sepse të gjitha ujrat që të hiqeshin pikërisht nga kanale ujrave të larta thjesht i futeshin në lagunë dhe më pas ata shpërthenin sërish tek argjinatura e qarë. Ndaj dhe tashmë me hapjen, sepse
është më njëherë pas qarjes së argjinaturës, uri hap kanalin natyror që lidh lagunën me detin dhe urat u çarkullohen tashmë edhe në det, por që sigurisht është një situatë që duhet të mbahet në kontroll të vazhdueshëm, sidomos në periudhë rreshje. Mirë, duket se kemi vërtetësin komunikimin me kolegun Gjergj Figuri, i cili sikundër edhe po raportonte deri në këto momente është vijimi i punës dhe monitorimi i gjithë punës dhe për ta mbajtur kështu në kontroll nëse për të shmangur ndoshta kështu edhe dëmtimin për të disa të herë të kësaj argjinature, apo jo, Gjergj? Sigurisht është shumë e rëndësishme për të mbajtur në monitorim. Duke qenë se vetë argjinatura u riqa sërish në pjesën ku ishte ndërhyrë më herët, pra gjeti një pikë të dobët sërish dhe le të themi tallgëzimi i vogël i lagunës me paticat e detit gjetën sërish një pikë të dobët që sodën kërryrjen e pikërisht të rërës. Duhet të theksuar që në fakt rëra nuk ka një qëndrueshmëri dhe në momentin që ndeshet me dallgëzime të vogla, ajo sjell më njëherë kërryrjen e zbajtur dhe shkëmbin e vazhdueshme. Edhe nga monitorimi aktual duket se në pjesën pikërisht ku ndodhet ku është edhe argjinatura e çajit duket prania e madhe e rërës që tashmë ka hyrë në kanal urave të larta, çfarë do të thotë që sjell të nevojshme për një tjetër ndërhyrje të zonë për të kërkuar rërën, e cila të ketë për ndalimin e urave në zonat e Zemenit, Golshit dhe Shënkollit, të cilët në fakt për shkak të situatës krijuar pati prani të madhe të ujit në tokat bujqësore, por edhe rrëtim të banesave, tashmë është një situatë krejt ndryshe, por që sigurisht mbeten ende disa toka bujqësore, kryesisht në pjesën e Zemenit, ku edhe tokat janë më depresive në krahasim me pjesën tjetër, dhe se do duhet ende kohë që urat të evaluohen nga kjo zonë, duke sjellë në fakt edhe një problematikë sa përket të mbjellave të dimrit, kryesisht të furagjerëve. Gjergj, unë falenderoj për raportimin e drejt për drejt.